Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për jetën e vështirë të një 28 vjeçare. Ajo e vetme së bashku me bashortin, nga vajzë në Burrel u martua në qytetin e Pogradecit, aty shërbeu vjerrit edhe vjerrës, ndërkohë që bashorti vuan nga diabeti, është nën e 2 fëmijëve të mitur, 1 vjeç e gjysmë 3, dhe ndërkohë kujdeset edhe për kunatin me aftësi të kufizuara. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja emisionit Me zemër të hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me një lidhje nga Pogradeci me vetë 28 vjeçare. Ditën e sotme në studion e emisionit Me zemër të hapur do të trajtohet historia e Donika Dokos, një nën e re 28 vjeçare nga Pogradeci, e cila përballet çdo ditë me sfida të mëdha jetësore. Nën e 2 fëmijëve të vegjël, vetëm 1 vjeç e gjysmë dhe 3 vjeç, Donika rrëfen një realitet të vështirë ku sëmundja, humbjet familjare dhe problemet ekonomike janë bërë pjesë e përditshmërisë së saj. Bashorti i saj vuan nga diabeti dhe përballet shpesh me episode të rënda që rrezikojnë jetën e tij, ndërsa në familje kujdesen edhe për kunatin, i cili vuan nga paraliza cerebrale dhe ka nevojë për asistencë së vazhdueshme. Pas humbjes së prindërve të bashortit, bara e përgjegjësive ka rënë mbi supet e kësaj familje, e cila sot përpiqet të mbijetojë mes kredive, shpenzimeve të përditshme, nevojave të fëmijëve dhe kostove të trajtimeve mjekësore. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në studion e emisionit Me zemër të hapur, përpara se të njohim 28 vjeçaren, me mua në studio Sara Demrozi, avokatja jone e përhershme. Përshëndetje Sara, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion, detektivëve privat, me në krye avokatin zotin Due Pietra, edhe themeluesi i gjykatës arbitrazhit. Shpeshherë në zyrën tuaj vinë edhe vajza të reja, si Donika, të cilën do ta njohim vetëm pas pak, 28 vjeçe, e cila është nën e 2 fëmijëve, por po çon deri në fund edhe amanetin e vjerrit dhe të vjerrës që i shërbeu deri në minutat e fundit. Ato kanë lënë pas një djalë i cili ka aftësi të kufizuara, e ka të pamundur për shkak të paralizës. Ne pam në insertin e përgatitur nga kryeredaktorja emisionit Me zemër të hapur Anila Akmataj një foto e cila nuk e identifikonte në fakt kunatin e Donikës, por pam edhe gjendjen në cilën ai ndodhet. Ndërkohë që nuk ka asnjë lloj mbështetje edhe nga ana e bashortit, por më mirë Sar, le ta njohim nga afër dhe ta përshëndesim një vajzë që përpara se të hynim në transmetim të drejt për drejt, patë mundësi të komunikoje ti edhe unë së bashku me ty, një vajzë e jashtëzakonshme, një shembull për rinin dhe për gjithë ato vajza dhe gratë të cilat ja dalin të vetme, të kujdesen jo vetëm për familjen, por edhe të mbijetojnë në kushte kaq shumë të vështira. Lidhem drejt për së drejti me Donika Dokon. Donika, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që je pjesë e emisionit Me zemër të hapur e dashur. Po flisja pak me Sarën, kemi pasur mundësi të njinim dhe përpara se të hynim transmetim të drejt për drejt në këto minuta të para të këtij emisioni, të diskutonim pak gjatë bashk. Kemi njohur një vajzë 28 vjeçare e cila duhet jetë një shembull për të gjithë. Shumë faleminderit. Donika, një vajzë nga Burreli e martuar në Pogradec, apo jo? Po, jam nga Burreli. Martova këtu Pogradec, kisha vjerrit edhe kunatin edhe burrin. Pasi vdiqën pasi vdiq vjera me vjerin, jeta jonë u vështirësu edhe më shumë. Kam kunatin të paralizuar. Burri ka pas punu, po tani nuk punon dot sepse është me diabet. Edhe i bjen shumë shpesh i bjen diabeti edhe bjen pandjenja. Donika, të flasim pak se ju po shkoni drejt në zemër të problemit. Unë kuptoj dhe emocionin e jashtëzakonshëm që të lidhesh me një studio televizive, jo gjithkush mund ta bënte. Halli dhe jeta që ti ke aktualisht të ka detyruar të dalësh në një studio televizive me emër, me mbiemër, me një portret të jashtëzakonshëm, nën e 2 fëmijëve
të mitur 3 dhe 1 vjeç e gjysmë, po përpara se dalim aty, dua të kuptoj bot kuptimin e një vajze nga Burreli e martuar në Pogradec. Si ka qenë njohja me bashkëshortin? A më thua pak, sepse realiteti midis Burrelit edhe Pogradecin janë 2 mentalitete, sa të njëjtë, por aq edhe të ndryshëm. Si e njohur ti dhe bashkëshorti? Ka qenë me shkojësi, po normal se edhe unë pranova, nuk është se e kisha me detyrim. Sa vjeç e ke qenë ti e dashur? Unë kam qenë 23 vjeçe. Po, 23 vjeçe. Kur themi me shkuesi, a mund të diskutojmë pak bashkë si të erdhi propozimi? Le të flasim për gjëra të bukura, për kujtime të cilat ndoshta edhe e analizojmë për të arritur në atë momentin final që ti je në një vështirësi të madhe sot. Më thuaj pak. Si të erdhi ky propozim? Njerëzit e mi, dhe më thanë daja im, u fut me disa njerëzit e burrit, edhe bisedun që burri im është një djalë i mirë, edhe po ashtu edhe unë isha një vajzë me shumë me sakrifica në jetë, dhe më thanë edhe nga ana ime nuk është se jemi në gjendje të mirë, e kupton? Edhe pranuam. Jo, dua të them pak, pse daja jote përzjodhi djalin nga Pogradeci? Se zakonisht zona juaj ndoshta lesërit i bën edhe brenda për brenda zonës, jo shumë larg. Po, kështu na erdhi, dhe më thanë që për një test më të mirë, nga që ishin njerëz të mirë. E qartë. Kupton? E qartë. Po kur të erdhi propozimi, Donika, si vendose? Vendose me një herë, doje, nuk doje? Jo, nuk vendosa me një herë, por pastaj, dhe më thënë se pastaj fillum unë e bashkëshorti duke folur edhe pastaj pranova. Pra, lindi gradualisht duke biseduar me njëri tjetrin edhe ato shkëndijat e para tuajat? Po, ashtu. A mund të më tregosh pak për familjen tënde në Burrel, se nuk ishim edhe ne nga gjendja ekonomike shumë mirë. Me çfarë merren prindrit dhe sa fëmijë jeni? Ne jemi një familje e madhe në Burrel. Po. Jemi 7 vëllezër e motra. Po. Edhe mami edhe babi. Po. Kretë dëmëran ishin jam të martuar, por edhe unë punoja kur isha vajzë, kur isha beqare, punoja. E me sakrifica, ja delshim atje me sakrifica, por aman daja im u fut shkojsi për mirë, që dëmëran të leshim ata sakrifica të ndej të vishim një jetë më të mirë. Donika, dua të të them, ti vajzë thej që punoje kur ishe tek prindrit. Çfarë pune boje? Dhe çfarë arsimi ke mbaruar ti? 9 vjeçar. 9 vjeçar, të mesme nuk e ke vazhduar, apo jo? Jo, të mesmen nuk e kam vazhduar. Pse? Mund të pyes? Po, për arsye ekonomike, nga që nuk kishim kushte, nga që ishim shumë fëmijë. Pra në moshën 15 vjeçare, ti nuk i ke pasur kushtet për të vazhduar shkollën e mesme? Nuk i kemi pasur kushtet, jo. Nuk i keni pasur kushtet. Ti nise punë në çfarë moshe? Në 19 vjeçe kam nisë punë, rroba qepse në Burrel. Rroba qepse në Burrel. Ndërkohë, pagueshe mirë në atë kohë? Më fal? Pagueshe mirë në atë kohë kur punoje në rroba qepsi? Jo në aq mirë, por aman doja që t'ja dilja vetë për sot vetës time. Të ardhurat që merje nga puna si rroba qepse, i mbaje për shpenzimet e tua apo ndihmoje familjen? I dorëzoje në shtëpi? Jo, për familjen edhe për vështirësitë e mia normale. Njoja me bashkëshortin, kur t'u propozua, thej që filluam të bisedonim dhe nuk pranova me njëherë. Si ishte ky shkëmbimi i telefonatave, i takimeve, si ka qenë kjo njoja derisa e vendose? Si që the ti vetë në fillim që jemi në distancë të largët, prandaj nuk pranova edhe unë, se nga që ishin shumë të largët, nuk vinin dot prindrit me më pa, edhe unë nuk shkoja dot. Por aman pranova të isha... Sa e lidhur ke qenë apo je me prindrit, por edhe me motrat dhe me vëllezrit? Jam e lidhur. Je lidhur. Po, jam. Sa shpesh shkon edhe e takon, Donika?
Sa shpesh shkon tek prindrit? Edhe ata nuk është se nuk e kanë mundësinë me na ndihmu. E qartë. Sa shpesh shkon ti tek prindrit e tu? Nuk shkoj shpesh sepse edhe plus kam kunatin, kam edhe burrin të smushëm, edhe nuk është se shkoj, nuk shkoj. Nuk shkon. Vin ato më shumë tek ty apo? Edhe ato nuk është se kanë aq shumë sepse nuk edhe shtëpia këtu nuk është se kemi, e kupton? Nuk kemi edhe kushtet. Pra ajo frika jote më e madhe që po Gradeci ishte shumë larg Burrelit dhe që do të mungonin prindrit, motrat dhe vëllezrit, tashmë me situatën në cilën ti ndodhesh, po bëhet realitet pak e nga pak. Mua më vjen keq, por do doja të dija kur është hera e fundit që ti i ke parë, i ke takuar fizikisht prindrit? Po 5 muaj, 6 muaj. Para 5-6 muajve. Shiko, do doja të flisja, ti e më e vogla e fëmijëve? Po, unë jam më e vogla nga gocat, po kam edhe një vëlla të vogël. Ke edhe një vëlla më të vogël se vetja jote. Si ke marrëdhëniet me motrat dhe me vëllezrit? Mirë, kemi flasin, ata duan me na ndihmuar, por nuk është se i kanë mundësit, e kupton. Të gjithë jetojnë në Shqipëri apo jetojnë edhe jashtë? Ku jetojnë motrat dhe vëllezrit e tu? Jo, brenda Shqipërisë jetojnë. Brenda Shqipërisë, gjithë secili ka familjet e tyre, por ndërkohë ti thua që nuk i kanë mundësit ashtu si edhe ty. Jo, nuk i kanë mundësit me na ndihmu neve, sepse edhe ato kanë familjet e vetë. E qartë. Edhe vështirësitë e vetë të familjes. Donika, ndalojmë pak tek komunikimet e para me bashortin. Si kanë qenë komunikimet e para, derisa i the po kësaj lidhje, kësaj martese? Çfarë diskutonit? Çfarë të bindi ty? Neve kishim, dhe më dhamë fillim normale, se nuk e mendoshim se do arrishim deri këtu. Neve kishim mendimet e tjera, se do punonim, normale, ose do ikshim me na event tjetër, e kupton. Në atë kohë bashorti yt nuk ishte i smur, apo jo? Ashtu në erdhën rrethanat, vjera vdic, në la edhe kunatin, ne nuk mund të lejmë të shi se është amanet i vjerrit edhe i vjerës, edhe nuk e lejmë do të kunatin që të largohemi. E qartë, vetëm mund do t'i rikthejmë takimeve tuaja të para, si ta mbushim mendjen, si the po? Po të shi, po të bisedu gjatë edhe më duk që e kishte mendjen, dhe më thanë, për familje, nuk është se edhe një moshë, dhe më thanë, e kishim të dy, nuk është se ishim të vegjën. Në këto 5 vite, nga gjitha premtimet që a i t'ka bërë, do doja të dija, si vijon marrëdhënia juaj, po njësoj, apo jeni akoma edhe më të bashkuar për shkak të halleve dhe problemeve që keni? Marrëdhënia jonë vazhdon shumë mirë. Jemi akoma më të bashkuar, sepse na kanë zonë shumë halle, shumë probleme. Qartë. E mban mend ditën e parë që ke shkelur në atë shtëpi, si nusja e asaj shtëpisë, që vjerri dhe vjera ishin gjallë, më thuaj pak. Si ishte ajo ditë? Kam qenë shumë emocionume, normale, vjerri dhe vjera kanë qenë shumë njerëz të mirë, më donin, i doja, normale, shkonin shumë mirë, shkonin. Shiko, në momentet që u prezantua kjo martesë dhe që vazhdon të jetë shumë e konsoliduar, shumë e bashkuar, hallet ndonjëherë i përçajnë çiftet, por në rastin tuaj i kanë përforcuar marrëdhënien si burrë e grua, dua të ndaloj pak ti, e dije që bashorti ishte i smur, apo ai u smur gjatë këtyre 5 viteve? Jo, nuk ka qenë i smur, po u smur para 3 viteve, është si smur. është të me thanë që ju shfaq. Ndoshta mund ta ketë pas të fshehur, por ama nuk është se ka qenë i smur. Shiko, kur njerëzit dëgjojnë Donika fjalën diabet,
mendojnë se është një smundje me cilën ti do bashkëtosh gjithë jetën. Dhe ka shumë njerëz që vuajnë nga diabeti, të cilët punojnë dhe jetojnë në mënyrë sistematike. Por çështja e bashortit tënd është paksa më ndryshe, më thua. Është më ndryshe. Pse? Është më ndryshe sepse këtit nuk është se ka diabetin stabil, sepse këtit i bjerë hipoglicemia edhe bje pandjenja. Qartë. Edhe në punë nuk e qëjmë dot, nuk shkon dot, sepse nuk punon dot. Se bje pandjenja edhe nuk s'ka kush ta ndihmoje. Varet se si qa punë mund të zgjedhje, kupton? Mirë, do doja të dija, kur t'u paraqitë rasti për këtë martesën po grades dhe të thanë që përveç bashortit në shtëpi do gjesh vjerrin dhe kunatin e smur. Po, dhe me thanë... Çfarë mendove në ato momente? Kur zgjodha për marë, normale se shërbimi kanë pas bo vjerri me vjerë. Po. Kunatit. Edhe dhe me thënë e kishin ato, nuk është se e kisha unë dorëzim. Po. Kunatit. Po. Por aman, ato ikën të shi unë, me vërtej jam e renë mosh, me vërtej gocat sa moshën time nuk e përballojnë dot, nuk e mbajnë, por unë kam zgjedh familjen edhe do ta mbaj si vllajën tim. Bravo. Një mesazh i jashtëzakonshëm Donika, edhe pse të thamë që vjerri dhe vjera do t'jenë në shërbim të djalit të paralizuar, ti nuk e dije që në këto 5 vite martesë do të ndodhte dhe hikja e menjëhershme e vjerrit dhe e vjerës, të cilët të kanë dashur si vajzën e tyre, por të kanë lënë edhe një amanet shumë të madh. E shikoj që je prekur emocionalisht, na ke prekur edhe neve në studio, shumë mirë e thej që bashkëmoshatarët e tua nuk e kanë nisur ende dhe nuk marrin dot përgjegjësi në moshën 28 vjeçare për të krijuar familje, po kur thej që unë do ta mbaj atë si vllajën tim, të shikoj të përlotur. Çfarë të prek Donik më shumë? Me falni, më prek sepse e kemi jetën shumë të vështirë. Edhe për kunatin më prek, edhe kë nuk është se as mendje nuk e ka, pavarësisht se është kështu i paralizuar, pas mendje nuk e ka. E ktheve kokën në të majtën tënde, e ke aty pranë kunatin? Po. Do me thënë, e ke pranë, po fletë pranë krevatit të ti, i shërben, dhe ne në fakt kemi parë disa foto të cilat nuk e kemi identifikuar si person, sepse është shumë e vështirë ta shohësh në atë gjendje. Unë nuk e di se çfarë sakrifice duhet bësh ti, si një nën e një fëmijë 3 vjeç dhe 1 vjeç e gjysmë, si një grua dhe një bashkëshorte që bashortin mundet që kriza e diabetit ta lë edhe pa ndjenja, siç ti e përshkrove, por një kujdes të jashtëzakonshëm, një heroin, duhet të jesh edhe për kunatin tënd në atë gjendje, ta lash, ta shplash, ta ushqesh, ti shërbesh 24/7 në 365 ditë të vitit dhe e kuptoj edhe pse ti prekesh. Unë do dalë në një hapësirë publicitare, ta rimarrësh veten ti, të flasim për gjëra shumë të vështira në këto 5 vite, nuk dua të shikoj lot kur buzëqesh je akoma dhe më e bukur, të rikujtojmë bashkë, ja kështu dua të ço, sepse na ke emocionuar edhe neve, e dashur dhe nuk do donim ta kthenim në lot. E di që do jesh shumë e vështirë si për ty për mua, por pash që edhe Sara, avokatja, kur ti thej që 28 vjeçaret nuk marrin dot përgjegjësitë e veta dhe jo më të një familje dhe unë kam zgjedhur familjen, e pash që miratoj në çdo fjalë që ti ke thënë në këtë pjesë të parë të emisionit. Atëherë, rimarim pak veten e dashur, rikthehemi në pjesën e 2 dhe 3. Faleminderit. Atëherë, publiciteti i parë dhe rikthehemi një herë. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e 2 të emisionit. Ditën e sotme po flasim për shembullin e një vajze e cila është rritur me një tjetër mentalitet në qytetin e Burrelit, por vajtinuse me një tjetër mentalitet në zonën e Pogradecit. Kam zgjedhur familjen, thot 28 vjeçarja, edhe pse bashkëmoshatarët e mia nuk marrin dot përgjegjësi për veten e tyre dhe jo më për të krijuar një familje. Unë jam në një familje shumë të madhe me një bashort të sëmur, i cili her pas here kalon në gjendje kome për shkak
të diabetit, kam fëmijët 3 vjeçë dhe 1 vjeç e gjysmë, sapo ka ndruar jetë Vjerri dhe Vjera, ndërkohë që më kanë lënë amanet kunatin i cili është i paralizuar me aftësi të kufizuara dhe i shërben të gjithë familjes dhe ka të pamundur një 28 vjeçare të mbietojnë në këto kushte. Jemi një vënd dhe një shtet ku politikat sociale janë shumë të pakta, se si mbieton kjo 28 vjeçare mes shumë vështirësive, do ndalojmë hap pas hapi në të gjithë rrëfimin e saj. Lidhemi me Donikën. Donika, më ndjek apo jo? E ke rimar veten nga pjesa e parë e emisionit? Jemi gati për të folur si për gjëra të bukura dhe më pak të bukura, për realitetin në cilin ti jeton. Tani, ne duam të dim një herë pse shikojmë në atë gjendje kunatin tënd. Nga se vuan ai? Ai në moshën 6 vjeçare, me sa më kanë tregu prindrit e burrit, në moshën 6 vjeçare ka kaluar nga temperatura. Domethënë nuk ka qenë në këtë gjendje siç është sot. Por i ka ra si trupos, i ka ra edhe tani ka kaluar, as nuk lëviz, as në mendje nuk është mirë, nuk është se është i vetëdijshëm. Pra, i ka prekur mendjen, i ka prekur edhe trupin, apo jo? Po. Ai qëndron vetëm i shtrirë? Vetëm i shtrirë. Po? Qëndron, edhe kur e laj nuk ose qëndron shumë i ulur. Pra, ai prej kaq vitesh sa vjeç është kunati? 28 vjeç. Jeni moshatar? Po, jemi moshatar. 28 vite, ai qëndron vetëm i ulur apo ka vitet e fundit është përkeqësuar? Do me thëmë vetëm i shtrirë? Do me thënë, kur ka qenë në moshë të vogël, qëndron të më ndryshe, ndërsa tani këto vitet e fundit qëndron vetëm i shtrirë. Si arrin të komunikosh me të, duke qenë se paraliza i ka prekur trurin, por edhe trupin? Si komunikon ti me të? Në mënyrë mekanike, lanesh, plane, ushqen? Më thuaj pak, si është e përditshmja jote në kujdesin e ti? Shumë vështirë normale, se nuk është se është i vetëdijshëm, por ashtu komunikoj me levatime, me të mira, se nga njëherë edhe acarohet. Dhe është e kuptueshme, ha? Në vrikoset. Por, do më thënë komunikoj me mirësjellje normale, me levatime që edhe ky, se po e levatove është pak, do më thënë sillet më mirë, më kupton? E kuptoj. Në momentet, shiko, neve një grip i thjesht na kap edhe në qoftë se qëndrojmë shtrirë më shumë se sa një javë, fillojmë dhe kemi ato problemet tona të karakterit emocional, nervozohemi më shpejt, derisa shkojmë në shërimin e plot tonin. Imagjino kunati yt që ka kaq vite që qëndroni shtrirë. Ti më thua që e përgëdhel, apo jo? Po në momentet që është i acaruar, si vepron ti? Çfarë ndodh midis ju të dyve? Është i acaruar, unë ose e qetësoj, mos u mërzi, do t'jap, dhe me thënë, i them do t'jap çokolata, do t'jap këtë, do t'jap, se nga që ky i don çokolata, edhe i them që e qetësoj me çokolata. E qetëson me çokolata. Ja ke gjetur pikën e dobët. Po. Ta tha Vjerri dhe Vjera përpara se ndronin një jetë që çokolata ishte e preferuar ai ti, apo e ke zbuluar vetë? Po edhe më përpara, po edhe vetë kam zbuluar. Domethënë që kur është i nevrikosur shumë, i them se do t'jap Lali çokolata edhe sikur qetësohet pak, pavarësisht se gjendja e këtij. Po. Kështu vazhdon, më kupton. Donika, është edhe një ilaçe, edhe ilaçet nga njëherë jashtoj dozën që të qetësohet. Që të qetësohet. Më duket sikur keni krijuar një marrëdhënie shumë të bukur bashk. Është e vërtet kjo? Po, normale. Po bashorti yt, nuk e di, çfarë marrëdhëniesh ka me të vllajin, deri ku shkon për kujdesja e tij, por deri ku shkon edhe për kujdesja jote. Pra,
në momentin që ai ka nevojë të bëjë një banjë, je ti që e ndihmon bashortin, e bën bashorti banjën vllajt, apo je ti që kujdesesh për të? Më flit pak, kur duhet të ndërrohet? Të dy, por aman kur bashorti im se nuk është se është i fuqishëm bashorti im, por e çoj unë vetëm. Po. E mbaj në krah edhe e çoj. Se kam edhe frikë se mund t'i bie, nga momenti në moment mund të bie burrin. Po. Bashorti, mund të bie pandjenja. Edhe kam edhe këtë frikën se po rrëzohen edhe... Qartë dhe i ke marrë ti përsipër. Edhe e çoj unë, ja bëj edhe unë shërbimin. Po, është mirë, kur ndihet mirë bashorti, normal se më ndihmon edhe bashorti. A mund të pyes përse ka ndruar... Po? Kam edhe 2 fëmijë të vegjël, edhe ato janë shumë të vegjël, duan për kushtimin e vet, edhe fëmijë. Po si e bën ndarjen midis burrit që do kujdesin tënd, fëmijëve të vegjël dhe kunatit? Shumë me vështirësi. A mund të më tregosh si është një ditë e jotja, një 24 orë shi yti? Mund ta lësh të qetë kunatin të bëj çfarë të dojë, nuk ka problem. Të lutem. Nuk ka problem. Atëherë, mund ta lësh të lirshëm kunatin të bëj atë rutinën e tij, pavarësisht se jemi në një transmetim live. Të lutem, si është një ditë e jotja, një 24 orë shi yti, nga mëngjesi kur ngrihesh e deri në mbrëmje kur flë? Si fillim sa të zgjohem do të merrem me kunatin. Po. Çfarë ore zgjohesh në mëngjes? Zakonisht 6 6:30. Po varet se neve, nga që s'kemi edhe kushtet, edhe jemi të gjithë me një dhomë. Me kunatin edhe me fëmijët, me burrin. Jemi me një dhomë. Edhe të ky thirr edhe natën. E kuptoj. Vërtit. Më kupton? Po. Edhe unë do të zgjohem sa herë do të thirrë ky. Do të thirrë. Sepse ky kërkon, se të shikosh, domethënë kërkon ujë edhe bukë. E din, i kërkon këto. Kërkon edhe në midis të natës. Kur normale, unë ja, por aman nuk është se... është i vetëdijshëm ky, më kupton? E qartë. Po tani, në një dhomë si mund të flesh me bashortin, me 2 fëmijë dhe me kunatin? Sa është natë apo ditë. Kur i kërkon normale, unë zgjohem edhe ja bëj shërbimin. Donika, të lutem. Pastaj, si të merrem me fëmijë, me kunatin, do të merrem edhe me fëmijët, do të merrem edhe me drekën, do të merrem me burrin, si me punët e shtëpisë, normale, se të shi... O Donika, jemi dhunja shtëpie. Sa orë fle në ditë ti, gjatë natës? Se tani, fëmija 1 vjeç e gjysmë, zgjohet her pas here natën, apo jo? Kunati, zgjohet her pas here. Po, edhe fëmijët normale zgjohen edhe... Po, nuk është se e bëj gjumin të rahatshëm, normal. Po mirë, pse jetoni në një dhomë juve? Nuk kemi hapësirë. Aty ka jetuar edhe prindrit e burrit edhe... Po, edhe prindrit e burrit këtu ka jetu, por ama nuk është se kemi shtëpinë tonë. Shiko, mund të të pyes, po ti ku vajte nuse, ke fjetur në atë dhomë, me vjerën, kunatin, burrin? Jo, kur erdha nuse, nuk është se... E kemi edhe një kuzhinë të vogël, e kemi që kam pas flet prindrit e burrit, por të shiu nuk, dhe me thana e kuzhina nuk e li do as kunatin, më kupton? E qartë. Dhe të flini të gjithë në një dhomë, që ti jesh e gatshme, që kushdo që ka nevojë për ty, si fëmijët burri apo kunati, ti përgjigjesh në mënyrë të menjëhershme. A mund të të pyes, Donika, kur ka ndruar jetë Vjerri dhe Vjera? Dhe përse ata ndruan jetë? Vjerri ka ndruar jetë para 4 viteve. Ndërsa Vjera bën 2 vjetë që ka ndruar jetë. Ti më thej që kunati është amaneti të dyve, apo jo? Po. Pse ndruan jetë ata? Ishin në moshë të thyer, nuk e përballonin dot? Çfarë ndodhi me ta?
Po, Vjerri ka qenë në moshën 72 vjeç, Vjerri. Ndërsa Vjera ka vdek 60 vjeçe, po ju shfaq një sëmundje, Po, kancer, qofse po. edhe vdiq. Mban mend amanetin e tyre? Çfarë të thanë përpara se ndronin jetë? Vjera para se të ndronte jetë, nuk po vdiste sepse kishte djalin, kishte përkunatin, nuk e jepte dot shpirtin, pa ja dhënë ne si amanet, pa ja dhënë ne fjalën që do ta mbajmë ne pa më radhë. Më kupton? Pa i dhënë ju premtimin që ju do kujdeseni. Po, kishte pikë të dobët kunatin. Megjithatë, para 4 vitesh Vjerri juaj nuk arriti të njinte asnjë nga fëmijët tuaj, apo jo? Sepse fëmia më i madh është 3 vjeç. Ndërsa Vjera arriti ta njinte djalin e fëmin e madh, apo jo? Jo. As Vjera nuk arriti? Vjera po. Po, Vjera po. Po, Vjera arriti vajzën e madhe. Po? E arriti, ndërsa të voglën isha 7 zanë. Ishe 7 zanë, kur ajo ndroi jetë, apo jo? Tani, unë dua të pyes përsëri për kunatin. Merr pension invaliditeti kunati yt? Dhe ti e merr kujdestarin, sepse ti i shërben atij, apo jo? Po, kujdestarin e ka burri. Po? Kujdestarin e merr 490.000 lekë të vjetra, Po? merr, por aman nuk na del sepse kemi ilaçet, Po? kemi bebelinat normale të kunatit, edhe plus kemi edhe shumë vështirësi të tjera si kredi, borxhe, e nuk ja dalim dot. E qartë. Po përsa i përket bashortit tuaj, keni shkuar, keni pyetur, përse i kapin krizat e diabetit kaq shpesh, pse bie në gjendje kome, në gjendje të fikti? Po, çfarë ju kanë thënë? Domethënë këtu në Pogradet e kemi vizituar, por nuk ose na kanë dhënë një përgjigje tamam ashtu siç duhet. Nuk na kanë dhënë, po nuk kemi mundësi ekonomike se doshim për me ndjek edhe në Tiranë, në për vizita në Tiranë, po s'keni mundësi ekonomike, apo jo? Ekonomike. E qartë. Ti duhet i shërbesh të gjithë familjes, nuk e di në qoftë se vajzat njërën mund ta çosh në çerdhe dhe tjetrën në koposht. I ke të regjistruar? Jam munduar që t'i çoj, por ama nuk mi kanë regjistruar këtu në Pogradet, sepse thonë jo po s'kemi vend, janë mbush shumë çerdhet, nuk kështu më kanë thënë, nuk më kanë dhënë zgjidhje. Nuk të kanë dhënë asnjë lloj zgjidhje. Jo, as bashkia në Pogradet kam kërkuar ndihmë, si për burrin, si për kunatin, për vështirësitë e shtëpisë, por aman nuk më kanë dhënë zgjidhje fare. S'na ndihmojnë fare, përveç se pensionin e kunatit që marrim, asnjë ndihmë fare. Atëherë, duke qenë se ka probleme kaq të mëdha madhore me diabetin bashorti yt, ai merr kemp? Është klasifikuar si i tillë? Se tani të kesh kriza diabetike deri në gjendje të fikti dhe ai nuk arrin të punojë dot, atëherë mjeku që i ka konstatuar këtë gjë, o duhet të japi një drejtim në kuptimin që të japi disa medikamente që ai të bëjë një jetë si gjithë diabetikët e tjerë, të cilët vazhdojnë jetën normale dhe punojnë, që ai të jetë një krah pune në familjen tuaj, ose në të kundër të japi të drejtën që ai të marrë një kemp. Jo, kempin nuk na kanë dhënë, sepse thonë që du të kesh një vit sigurime që të dalish në kemp, se neve e kemi kërku, se kjo është, domethënë, i ka thënë letrat i ka se është me diabet, në kupton? Por aman kempin nuk na e kanë dhënë sepse du të ketë një vit sigurime në punë. E qartë, përpara 3 vitesh se ti shfaqe kjo sëmundja, ka punuar më parë bashorti juaj? Po, ka punuar në të zezë. Ka punuar gjatë gjithë kohës në të zezë, asnjëherë me sigurime? Jo.
s'ka punuar me siguri. Keni tentuar që gjatë kësaj kohe edhe pse ai vua nga diabeti, pavarësisht krizave të herpasershme, ndoshta mosmarrja e medikamenteve të duhura, mendoj unë çon në këto kriza diabetike. Ndoshta duhet një kurim ndryshe nga ai që merr deri më sot. Merr kur bashorti juaj? Merr ilaçe, insulinat i merr me ripustim, insulina. Po tani të marrësh me rimbushësim insulinat edhe mos të marrësh kempin, më duket pak si e pa drejt nga ana e mjekëve dhe konstatimit të tyre. Kështu na kanë mund të dali edhe bashorti. Po, pak më vonë, në pjesën e tretë do flasim dhe me ato, por duam të mbarojmë bisedën me ty, të lutem. Atëherë, Donika, jo, dua të ndaloj pak edhe në një bisedë me ty. Atëherë, do doja të dija, sa të shpeshta janë krizat e bashortit? Dhe sa të rënda kanë qenë ato, ma përshkruaj një krizë të ti? Kur ka ndodhur për herë të parë ose hera e fundit? Kur i ka rasti fillim, nuk e dija fare. Nuk është se ja dija shumë se mundjes të diabetit. E kupton, si gjithë tjerët janë me diabet, edhe thjesht përdor insulinat në është mirë, edhe mund të punoje, më kupton? Po. Edhe kur i ra për herë të parë kjo kriza, kur i ra, ne po ishim shtri, ishim. Edhe kur fillovi po nxirrte shkun nga goja, po fillonte ju drithte trupi, unë e mendova, thash, thash, më vdiq bashorti, si që dija. Lajmërova ambulancën, mezi e hapën telefonin, pastaj më vonë erdhi policia, ambulanca, i dha ndihmën e shpejt, dha. Edhe më tha doktori, më tha që po ti kishte ra edhe pak më poshtë, edhe do kishte ndodhur një fatkeqësi. Kjo ishte hera e parë që u përball. Po, kur ishte hera e parë. Edhe pastaj brenda 4 ditëve i ra prap. Po. I ra prap, po, domethënë, pastaj unë mësova nga e para, por vështirë normale, vështirë e kisha, se ishte në gjendje shumë të keqe. Edhe lëmrova përsëri ambulancën, e lëmrova që vini bëjnë glukoza, sepse ky bie fare pa ndjenja. Kur ka qenë hera e fundit, Donik, që ka ndodhur? Para një jave. Para një jave. Sa të shpeshta i ka tani? Do me thënë, brënda një jave, sa herë mundet, ose brënda ditës, sa të shpeshta i ka? Po, i bie edhe unë jam ati diabetin shpesh herë, jam ati, edhe kur e ka shumë të ullët, shpet jap diçka të ëmbël që ti ngrihet me një herë sheqeri, po. Mos të bie në atë gjendje, pastaj e merr vetëm, por edhe nga mendja pastaj nuk është edhe mirë nga mendja. Më kupton? Kur i bie diabeti. Nuk e ka... Pra, kjo gjë e ka bërë të kufizuar që ai të gjejë një punë si gjithë të tjerët? Apo jo? Nuk punon dot. Nuk punon dot. Nuk punon dot. Ky duhet të kurohet që... Po çfarë thonë mjekët në Pogradecë? Shpresa jote e vetme është ardhja e tij në Tiranë. Tani, unë nuk mendoj që Pogradeci, apo Korça, apo Elbasani, pa tjetër, Librazhdi, qytete që ti ke afër, duhet domosdoshmërisht nga Pogradeci ta sjellësh në Tiranë. Çfarë thonë mjekët në lidhje me të gjitha këto kriza diabetike që ai ka? Nuk është se e kemi çuar në Korçë sepse nuk kemi pas ekonominë. Këtu në Pogradec e kemi vizituar. Edhe mjekët nuk ose nga kanë dhënë, vetëm i thënë që du të bësh insulina, du të hash edhe ushqim. E qartë. Dhe ngrënia e ushqimit dhe insulinat, mendojnë mjekët, jo, mua e di çfarë më shqetëson Donik, krizat që ai ka her pas here, se krizat nuk e lënë të punojë. Edhe për këto krizat i kam thënë edhe doktoreshës, por thonë, më vinë thonë se nga që ky nuk është, nuk e ka fiziku. Pra fiziku i ti nuk përballon dot pjesën e diabetit. Është shumë i dobët, është shumë...
A ka shpresa në Tiranë, në Korçë, ke pyetur mjek ose ndoshta je interesuar që këto kriza mund të kalohen, të te kalohen? Në Tiranë ka thënë, por ke doktor specialist, por aman nuk kemi shkuar sepse kemi mundësi. E qartë. Prandaj jemi ditën e sotme Donik të bëjmë një thirrje të drejtë për gjithë ata që po na ndjekin në transmetimin ton, kushdo nga shqiptarët që po na ndjek mund të kontribojë dhe të kontaktoj me vetë Donika Dokon, me këtë 28 vjeçare e cila po tregon se familja e saj u krijuar në shumë vështirësi, ka akunatin e paralizuar dhe keni pasur mundësi që në kronikën hapse të ndiqni një foto të tij, sigurisht të mbuluar nga redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur për mos identifikimin, i paralizuar prej vitesh ai qëndron i shtrirë, një paralizë e cila me sa duket ka kapur sistemin nervor, por edhe atë fizik, një nën e 2 fëmijëve të mitur, e 2 vajzave 3 dhe 1 vjeç e gjysmë, dhe tashmë edhe sëmundja që është shfaqur prej 3 vitesh e bashortit, diabeti ndoshta për gjithë ata që po na ndjekin drejt për së drejti, që jetojnë dhe punojnë me këtë sëmundje, por kriza të herpasershme në disa ditë e kap bashortin e Donikës 28 vjeçares dhe e kap të pamundur të paktën të vinë në Tiranë tek mjeku specialist dhe ndoshta zotria që është shumë i ri në moshë, që duhet të mbaj familjen e tij, të mos i ketë këto kriza dhe të ketë jetën e tij normale, duke jetuar dhe duke punuar si gjithë të tjerët. Ndjekëm publicitetin e dytë dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni dhe na është bashkuar në një lidhje të drejtë për drejtë nga shtëpia e tij në Pogradec, Gëzim Doko, 31 vjeçari, bashorti i Donikës. Përshëndetje zoti Gëzim. Përshëndetje. Në radhë të parë falenderoj që u bashkove dhe ti në fund të shikonim atë bashkëshortin e Donikës. Komplimenta një herë për bashorten ideale, për vajzën dhe shembullin dhe gruan e jashtëzakonshme, nënën e jashtëzakonshme, ke qenë me fat Gëzim në jetën tënde që ke një grua të tillë në krah. Po, kam qenë shumë me fat dhe falenderoj Zotin në radhë të parë që më ra një fat i këtillë, se shumë vështirë të gjesh një njeri që të përshtatet me këto lloj kushtesh. E kuptoj. Shumë keni hequr të dy, nga momenti që jeni njohur edhe deri në këto momente që flasim, 5 vite kanë kaluar tashmë nga njohja juaj, jeni prindër të 2 vajzave, 3 dhe 1 vjeç e gjysmë, ndërkohë që të kanë ndruar jetë prindrit dhe ngushëllimet e mia të drejtë për drejta, për humbjen e tyre të kanë lënë amanet edhe vllajin tënd, i cili është bashkëfushatar me Donikën dhe ajo e konsideron, po, bashorten tënde dhe ajo e konsideron si vllajin e saj. Po. Gëzim, mua më vjen keq edhe për gjendjen tënde shëndetësore, po kalon një periudhë shumë të vështirë. Mënyra se si drejtohet Donika ty është sikur për kujdeset për një fëmijë për ty, jo sikur për kujdeset për bashortin. Po, e vërtet, shumë e vërtet. Nuk e di, a je interesuar, çfarë thon mjekët specialist në Tiranë, ndoshta për shkak të krizave të tua? Po. Ka shumë lloje diabetesh. Po. Mirë po, nga që unë nuk e ndjenja, e kisha diabetin shumë të lartër, më vinte rreth 500, nga njerë nuk e maste edhe aparati. Mirë po vonë e mora vesh këtë, si e mora vesh, vajta u vizitova këtu në Pogradec, mirë po këtu në Pogradec nuk ka doktor diabeti. Duhet të vinë nga Korça njërë në javë. Po. Edhe bërë analizat, i bërë analizat tek privatit, se shtetërori s'ka këtu në Pogradec. Edhe ja dorëzoj analizat, më rekomandoj për insulinë, okej, vazhdova me insulinë, më dha ato si duhet i bëja insulina, duhet ta bësh sa më të lartër insulinën, se e ke shumë që ta ullësh këtë mesatare. Okej, në rregull.
vazhdova, rreth një javë e ca, fillova të binja pa ndjenja. Nuk e ndjenja vete, për shembull, nuk e kuptonja që binja pa ndjenja. Nuk arrinja do të ta kuptonja, që për shembull të merja një gjë të ëmbël, ta mbanja në gojë. Më binte për njerësh. Humbje vedije në ato momente? E humbje Gëzim? Familjarët. Vedijen e humbje në ato momente? Urdhra? Vetë dijen tënde, humbje në ato momente se the nuk e kuptoja. Po, unë vedia nuk e fshije truri në zero. Kur kam parë ambulancën, kam parë policin, jam habitur, shne ambulanca, policia këtu, përse kanë ardhur, apo doktorët. O Gëzim, çfarë të ka thënë mjeku? Kush është shkaku i... Po, nuk përqendrohesh dot. Të ka thënë mjeku që kush është shkaku i këtij lloji diabeti? Ka qenë i fshehur, i përfituar, çfarë ka ndodhur? Unë kam pasur diabet të fshehtë këta. Po? Po nuk është se të shpjegojnë shumë. Në rast të parë këtu të shikojnë nga duart doktorët, nga xhepat. Nëse ti vazhdo me insulinë, më kanë thënë, edhe shikoje mate shpesher diabetin, kaq edhe më kanë përcjell. Nuk është se më kanë dhënë detaje. Po fakti që ti nuk punon dot, që të kap kaq shpesh kjo kriza diabetike, që e humb edhe vetë dijen tënde. Nuk më ban mend çfarë ndodh në ato momente. Çfarë të thonë mjekët? Mund t'i rikthesh ti jetës normale për të punuar edhe për të jetuar si gjithë tjerë? Patjetër që po thjesht duhet të shtrohen në spital, e kupton? Të kurohen. Pse nuk shtrohesh Gëzim në spital? Çfarë ndodh? Po nuk munden do të shtrohen se kushtet familjare, e kupton, nusja nuk mundet, bashkëshortja nuk mundet do të mbaj edhe fëmijët, edhe kunatin, plus kushtet ekonomike. E qartë. Pra ti nuk e përballon dot shtrimin në spital? Patjetër. Në qoftë se Donika do qëndronte me fëmijët edhe me vllajën tënd, dhe ti ndoshta i vetëm në spital, në kujdesin e mjekëve, bluzave të bardha, ta përballoje shtrimin, e ke menduar edhe këtë version? E kam kërkuar, po këtu nuk është se ka, këtu në Pogradec nuk ka për shembull. Jo, të vjen në Tiranë, dikush që na ndjek për shembull, që mund të merrte përsi për shtrimin tënd. Po. Dhe në Tiranë Donika nuk udhton dot me vajzat e vogla dhe me vllajën tënd. Jo, patjetër. A ke familjarë të cilët mund të përkujdesen për ty në Tiranë? Po, s'kam këtu që të kemë familjare kupton se cili ka problemet e veta, nuk është se janë në përpunra, janë... Qartë. Janë shtetit, të shumëtit e njerëzit e afërmi kam të gjithja shtetit e kupton, jam i vetëm këtu, në Pogradec. Gëzim, ti e vllai i madh, vllai jot është 28 vjeç, apo jo? Ti je 3 vite më i madh se ai. Çfarë mban mend nga lindja e vllait? Kur ai ka qenë i vogël. Nuk ka qenë në gjendje në këtë lloj gjendje. Vllai ka lindur, e ka pasur lindje normale, kalovi në temperaturë, kalovi, mirë po doktorat nuk është se ja vun veshin shumë këtu në Pogradec, edhe kalovi në paralizë cerebrale. Vazhdua me ato, me terapira, me kështu, mirë po nuk mundëm do t'ja dalim, plus edhe shtyllën kurrizore e ka të deformuar, e ka. Sa vjen më shumë gjendja e tij përkeqësohet, normale në një javë kurohemi me ilaçe edhe normale që trupi bie. Sidomos ky që ka 20 vjet që merr medikamente. Qartë. Po që qëndron shtrirë Gëzim, sa ka që nuk lëviz fare? Po kanë ofër 15 vjet. 15 vite. 15 vjet. Mirë po nuk mendoja se gjithmonë njeriu nuk mendoja se do arrinja në këtë gjendje, pavarësisht se ashtu na erdhën rrethanat kushtet, se mamaja që e mirë për momentin nuk e dinja që ju shfaq ajo sëmundje, edhe mendonin do punojnë, si gjithë të tjerë ta kalojnë jetën, e kupton, me punë, me... E qartë. Mirë po mamaja në la në shumë vështirësi ekonomike, në la me kredira, në la me banga.
Kredirat të cilat ju i keni marrë për përballuar sëmundjen e nënës tuaj e cila vuante nga kanceri. Po, nëse ndoqa normale, ndoqa në spital, vajta në Tiranë, po nuk ja arritëm do të qëllimit që të shpëton të. E qartë. E pa drejt në fakt jeta për ju si çift i ri, 5 vite martesë me njëri tjetrin dhe jeni përballur me shumë vështirësi. Dashuria është ajo që ju mban dhe mirësia e jashtëzakonshme, thash edhe një herë, e Donikës. Roli i saj kryesor në familjen tuaj. E vërtet. Mirë, në këto momente dua t'ja kaloj pak fjalën edhe avokates zonjës Sara Demrozi për të folur edhe ajo për sa i përket kësaj çështje shumë të vështirë, shumë sensitive që kemi trajtuar ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Të tilla denoncime ne kemi her pas here, të shumta na vijnë çdo ditë në redaksinë e emisionit, por ne kemi përzgjedhur këtë çift. Tani, unë dua të di mendimin tënd. E pash her pas here që ti në fakt ishte në mbështetje të Donikës dhe figurës së saj, si grua, si vajzë, për deklaratat e saj të jashtëzakonshme, për portretin e saj shumë të bukur dhe shumë të mirë që ajo shfaq në këtë transmetim të sotëm. Patjetër, sot Donika na ka dhënë të gjithëve një leksion në humanizëm. Pra një vajzë e re që i ka kuptuar kushtet familjare të vështira dhe me aq mundësi sa ka pasur, ka vajtur në punë që fëmijë që e vogël si rroba qepsme, më pas është fejuar, është martuar me djalin dhe jeton në ato kushte ku mbase nuk ka lekë, nuk ka kushte ekonomike, po ka shumë dashuri dhe ka shumë mbështetje dhe kjo është një gjë që sot shohim sa më rrallë e sa më pak. Donika është një vajzë e re, është 28 vjeçe, ka përsipër 4 persona, ka përsipër një kunat që e ka si vëlla dhe përgëzoj shumë për punën e jashtëzakonshme dhe për sakrificën e madhe që bën, sepse shumë vajza në vendin e saj mund të kishin kthyer faqen, mund të kishin kthyer sytë dhe nuk e marrin përsipër një gjë të tillë dhe e tha shumë mirë, vajzat moshatare të mia nuk e marrin përsipër një vështirësi kaq të madhe. Nuk dua ta martirizoj Donikën sepse unë nuk shoh një martire tek Donika, unë shoh një vajzë, një grua të fortë me një vullnet të jashtëzakonshëm, me një mirësi të jashtëzakonshme, me një përkujdesje superlative, një vajzë që vërtet është shembullore dhe lum vërtet familja që ka. Besoj se Donika është bekimi që i ka ardhur asaj familjes dhe është forca që i mban të gjithë bashkë. Kështu që prandaj jam prekur, nuk prekëm shpesh. Ti drejtohesh me fjalën vajzë, por ajo është një grua, është moshatare me mua. Është moshatare me ty dhe vazhdimisht. Unë faktikisht nuk prekëm shumë shpesh e vizë, po kur shoh raste të tilla, kur shoh një vërtet na ka dhënë të gjithë një leksion në humanizëm pikse pari. Pra kur dalësh në ky emision, të dalësh me mësime, me pika të veçanta për veten tënde. Patjetër, sepse jeta e përditshme na bën pak në thonjza përbindesh, kemi ato luftën e jetës, sepse jeta vetë është luftë dhe të gjithë mundohemi që të ecim përpara, të jetojmë sa më shumë, të ndihmojmë sa më shumë dhe të ruhemi sa më shumë sepse fatkeqësisht jo të gjithë na kanë qëllimet e mira, po kur jeta na ka bërë përpindësh duke kërkuar ndoshta edhe të mira materiale. Ne kërkojmë të përmirësojmë jetën tonë duke kërkuar sa më shumë të mira materiale, ndërsa nuk e vlerësoj të mirat materiale. Donika kërkon mbijetesë. Bravo qoftë Donikës që kërkon mbijetesë, por Donika jo vetëm që kërkon mbijetesë, por ka arritur të menaxhojë një situatë ku e tha vetë pra personi, vllai dhe vllai tjetër që janë kujdestari edhe invalidi, marrin 490.000 lekë të vjetra në muaj. Tani kemi, dalim pak tek çështja konkrete, kemi burrin e Donikës që është kujdestari i vllait tij. Kur konkretisht është Donika, po pak rëndësi ka sepse në linjë familjare i ka kaluar atij, se fundja fundit janë të gjithë në të njëjtën certifikat familjar. Rasti tjetër është që KMC-ja i ka bërë një vlerësim për aftësinë invalidit. Unë besoj, nuk e di se si i ka qëndruar gjendja vitet e fundit, besoj se me sa kanë treguar dhe për gjatë rrëfimit kanë thënë që nuk reagon mos siç ishte, ka përkeqësuar. Besoj se KMC-ja duhet i drejtohen në këtë rast të bëjnë një rivlerësim të situatës së tërë, jo vetëm për invalidin, por edhe për gëzimin, sepse gëzimi duke qenë se është diabetik edhe
nuk i ka kushtet për të punuar, me sa po shoh. Ti bëhet një vlerësim edhe ati. I është bërë vlerësim edhe nuk i është dhënë për shkak të besoj se KMC-ja vlerësimi i gëzimit varet nga të ardhurat, nuk ja kanë dhënë ISSH-ja, nuk ja kanë dhënë sepse nuk kishte një vit në sigurime shëndetësore. Pra, gëzimi sa herë ka punuar në zezë, paktën siç thotë. Po të flasim realitetin e këtij vendit nuk është një gjë e pazakontë, është një gjë që ndodh. Unë dua që kjo familje të marrë një ndihmë shtesë. E merr nga ISSH, e merr nga KMCAP-ja, e merr nga bashkia, pak rëndësi ka, e merr nga një vullnetar që e sheh edhe do t'i ndihmoj, sidomos gëzimin që të shkojë të mjekohet edhe të përmirësoj situatën e tij, që të bëj të gjej një punë sa më stabil, pra një recepcionist, një diçka, sado një ardhur më shumë. Të flasim me realizëm. Unë do t'i sugjeroja që ti drejtoheshin përsëri bashkisë, sepse ndonjëherë fatkeqësisht jo të gjithë punëtorët janë ndihmues, por ti drejtohen bashkisë dhe t'i bëjnë kërkesë që të bëhen pjesë e fondit të 6%-it. Tani, me këtë fond të bëhet vlerësimi i situatës, sepse janë 5 persona, 5 koka që jetojnë me 490.000 lekë të vjetra. Këta jetojnë me një dhëmë. Nga kaq sa u rrëfyen në studio, janë përfitues të fondit të 6%-it, të cilën ju thoni që patjetër se ato nuk i dalin as për ilaçe. Pra, bashkia ta marrë me seriozitet dhe fal edhe këtij misioni do ta marrë edhe më seriozisht, sepse institucionet tona kur i piketon zgjohen. Patjetër. Të mbëhet të rivlerësimi i tyre, të bëhet seriozisht rasti i tyre, sepse janë 5 persona, nuk janë një person, nuk janë dembela, nuk kanë seriozisht mundësi për të mbijetuar. Këto janë kushtet. Çfarë tha Donika, që edhe regjistrimi i 2 vajzave në Çerdhe dhe në Kopësh nuk i është bërë për shkak të kapaciteteve. Se ne bëjmë thirrje dhe bashkisë po gradecet, nëse na ndjet, ta marrin parasysh dhe ta studiojnë publike bashkisë, ne nuk jemi duke i akuzuar, nuk jemi duke i piketuar, nuk jemi duke i vendosur gishtin, por ama tani që i njohin detajet e kësaj situate në thellësi, ta marrin seriozisht situatën e Donikës dhe familjes e saj, sepse kanë nevojë për një ndihmë ekonomike pikë pari. Unë vërtet e thash edhe e them edhe theksoj përsëri, Donika është shtydha kurrizore e një familje të tërë. Shiko, ne folëm gjatë gjithë kohës vetëm për Donikën sepse na bën përshtypje mosha e saj, mirësia e saj, mënyra e artikulimit të saj, por ne nuk po diskutojmë dhe për gëzimin. Mirënjohje të jashtëzakonshme që ka Donika në krah, ne i dëgjuam fjalët e gëzimit në fillim të intervistës së tij. Është reflektim i familjes së tij, pra mirësia e Donikës është reflektim e mirësisë që ka marrë nga ajo familje, pavarësisht se mos të ketë pasur kushtet, nuk kanë lek, po kanë mirësi, kanë dashuri. Sot është një gjë sa më e rrallë. Jo, se ka edhe bashkëshorë dhe ne kemi trajtuar një pasere në këtë studio, që në vështërsi të tilla, jo vetëm që shkojnë drejt fataliteteve dhe ndarjes, por të paktën nuk janë mirënjohës dhe thonë që detyrën e vetë si grua po bën, duke harruar që detyrën e jashtëzakonshme që bashortja ka, që duhet punoj, duhet kujdeset për bashortin, për fëmijët edhe për gjithë anëtarët e tjerë të familjes, sidomos edhe në kushtet e Donikës. Absolutisht, këtu kemi njerëz të thjeshtë, Evis, kemi njerëz të thjeshtë, njerëz të ndershëm, njerëz të respektueshëm, njerëz që i njohin vërtet virtytet edhe vlerat për të cilët ne vim në jetë dhe shpesh herë i harrojmë. Familja, mirësia, humanizmi, të gjitha këto i gjen në këtë familje. Ti thua që ato duhet i drejtohen me njëherë bashkisë po Gradecit, janë përfitues të fondit të 6%-it, ndërkohë duhet edhe një revlerësim, thoni ju, për diagnozën ose për përkeqësimin e situatës nga ana e KMCAP-s, po. Dhe ndërkohë një thirrje të drejtë për gjithë shqiptarët, po, që po na ndjekin në këto momente që thirrje të gjithëve, dikush që ka mundësi për ta ndihmuar gëzimin, sa për mjekim, sa për një punësim si recepcionist të riulur, derisa është në gjendjen ku i bie të fikët. Për çfarë do lloj gjëje që shtrimi në spital në Tiranë dhe kurimi me detaje i gëzimit është. Unë nuk jam mjeke, por në qoftë se gëzimi thotë që është një situatë që mund të përmirësojë dhe ai mund të jetojë një jetë më normale se kjo, edhe të jetë i aftë të shkojë vetë në punë, kjo i duhet, kjo është rëndësishmja. Pra, që të jetë vetë i aftë të shkojë në punë. Më propozuar tha një shtrim, por unë nuk e kam të mundur. Po, një ndihmë. Nëna për shkak edhe të smundjes saj shumë të rëndë që nuk ja doli fatkeqësisht i kanë kaluar 1.100 i ka zhytur edhe në kredi.
Patjetër, janë të gjitha këto. Unë dua ta pyes pak Të gjitha çiftin. këto vështirësitë ekonomike që vërtet duhet të merren seriozisht dhe unë i përgëzoj se si kanë arritur deri sot e me këtë pozitivitet. Faleminderit Sara. Faleminderit. Atëherë, të lutem, e shikoj her pas here Donika që komunikon edhe me Kunatin. Lëre të lirë, të lutem. Jemi në transmetim live, e shikon që zgjat dorën dhe e përgëdhel her pas here. E shikojmë edhe live. Qesh më shumë e dashur, e di që e ke shumë të vështirë për qeshur, por më beso, buzëqeshja jote është një reflektim për gjithë ata që po na ndjekin, për vetën e pasyra ku unë duhet shihem, tha avokatja pak më përpara, jeni bashkëmoshatar. A mund ta dim sa është kësti i kredisë që keni dhe si arrini ta lani atë këst? Këstin e kredisë kemi 350.000 lekë Wow. të vjetra. Nga 490.000 lekë, 350 shkojnë direkt ke kësti bank. 50.000 lekë të vjetra e kemi çdo muaj. Arrini t'i lani muaj për muaj? Nuk kemi arritur për mila, edhe s'kemi arritur për mila nga një herë, po kena marrë borç me një vend tjetër që i kemi çuar. Edhe sa ju ka mbetur nga kredia? Deri në 2029. E 30-ën, deri në 29-ën të fund të nëntorit. Në nëntor të 2029-ës duhet lani çdo muaj 350.000 lekë? Wow, shumë. Megjithatë, mos u dorëzoni, jeni të rinj, jeni në kulmin e moshës, dashuria, ndoshta unë bëra thirrje her pas here për gjithë ata që po na ndjekin, po besoj se do ta keni edhe ju thirrjen e fundit, ta mbyllim me këtë thirrje Gzim. Çfarë do t'i thuash gjithë atyre që po na ndjekin drejt për drejt? Do t'ju them sa t'jetë mundur të më ndihmojnë vetëm për punën e këtyre bankave, sepse nuk jam në gjendje që të punoj, të dalë të punoj edhe të mbyllim këto shpenzimet. E qartë. Donika, apo ti? Edhe unë për këto, për shëndetin e gëzimit, se po t'jetë kë mirë, edhe pastaj të punoje, edhe që t'ja dalin, të më tha me punën e gëzimit. E kuptoj. Të shpresojmë që sapo të dalin edhe titra, të vinë telefonatat e para, ndihmat e para, me njëherë ne do t'i vëmë në dispozicion numrin tuaj të telefonit, të flisni ju vetë personalisht me gjithë ata që ndoshta vënë dorën në zemër dhe pse jo, si një çift i ri, si një familje bashkuar, si kjo mirësi që shpërndat ditën e sotme pavarësisht të gjitha vështirësive që keni pasur në këto 5 vite, por 2 vitet e fundit kanë qenë shumë të vështira për ju, çdo shqiptar të ketë mundësi për t'ju ndihmuar. Faleminderit që ju njohëm dhe jeni një shembull i mirë frymëzimi. Faleminderit. Faleminderit, do jemi bashkë në kontakt. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në televizionin News 24 me këtë çift të jashtëzakonshëm, pavarësisht të gjitha vështirësive. I bashkohem edhe unë thirrjes së tyre, kushdo që ka nevojë për t'i ndihmuar këta të rinj, që të ecin përpara, ta çojnë përpara familjen e tyre me shumë vështirësi në këto 2 vitet e fundit, por edhe këto 5 vite që kanë krijuar atë folizën e tyre të dashurisë dhe këtë familjen e mrekullueshme, ndoshta jeta është treguar e padrejtë, por me ndihmën e gjithë secilit nga ne, ata mund t'ja dalin mban. E mbyllim këtu transmetimin e sotëm, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, bashkë takohemi në ditët në vijim.